Fituesi i Big Brother 6, Anaid Kaloti, ka reaguar ashpër kundër Gjestit me disa deklarata në Instagram. Anaidi postoi si fillim një episod në një performancë në një klub nate, ku Gjesti zbret dhe përqafon një vajzë me aftësi të kufizuara nga audienca. Poshtë saj ai ka shkruar: "S'ka marketing të keq, por mund të zgjidhet një marketing më i mirë sepse nuk shet më gjunahushë suksesi, luksi, dashuria. Leksione pa pagesë për kreativ në mungesë." Pas kësaj goditje të papritur, sepse Anaidi ka shprehur publikisht mbështetje të madhe ndaj Gjestit kur ai ishte brenda shtëpisë së Big Brother dhe agimet kanë vëshuar ndaj tij. Kështu Anaidi zgjodhi të bëjë një sqarim të mëtejshëm, duke zbuluar disa detaje për raportin mes tij dhe Gjestit. "Kam kontribuar më shumë se kushdo që ka Kingi afër për fitoren e tij. Këtë mund ta provoj stafi i Kingit. Deri te rrobat e finales që ka veshur Kingi dhe babai i Kingit dhe brekët ja kam dërguar Kingit në shtëpi kur s'ka pasur të vishte e bërtiste nga kamerat. Më sillni rroba se s'kam." Mëtej, Anaidi tregoi se për mbështetjen që ka treguar ndaj Gjestit, nuk ka marrë as edhe një falënderim deri më sot. "I gjeta duke ngrënë duhani i qova ku s'kishim për të hipur kurrë. S'kam për të të haruar kur më sa Kingi kur doli. Asnjë telefonat s'më ka bërë akoma për të më thënë faleminderit, vëllë se ke bërë maksimumin pa më njohur fare." Për më tepër, Anaidi shtoi se të njëjtën mbështetje kishte siguruar edhe për menaxherin e Gjestit, të cilin tha se e kishte mbajtur pranë për 2 muaj qëndrimi në Tiranë. "Menaxheri i Kingit ka qëndruar me mua 2 muaj në Tiranë. Merreni pyeteni për ato 2 muaj që ka qëndruar me Anaidin, a e kam lënë të fusë ndonjëherë dorë në xhep.